Një zjarr i madh ka përfshirë mbrëmjen e sotme zonën e Trajgjasit në Vlorë, duke vënë në alarm forcat zjarfikse dhe autoritetet lokale. Flakët të cilat shpërthyen papritur rrezikuan disa banesa dhe përhapja e tyre u favorizua nga era e fortë. Menjëherë pas raportimeve 3 mjetës zjarfikse dhe 12 efektiv u dërguan në teren për të vënë situatën nën kontroll. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu mbriti në Trajgjas për të ndjekur nga afër operacionin, duke deklaruar se zjarri është i qëllimshëm. Të gjithë atëherë gjendem këtu pranë fshatit Trajgjas, në fakt, në afërsi të kryqëzimit dhe të Orikumit. Mbasi zjarfiksit e Vlorës janë njoftuar për një zjarrvënie që padyshim rrethanat tregojnë që është e qëllimshme. Të gjitha skuadrat e emergjencave civile të Vlorës bashkisë, por edhe të Pashalimanit janë angazhuar menjëherë. Fatmirësisht një front zjarri i cili duke sikur po rrezikonte disa banesa është parandaluar në kohë nga zjarrfiksit dhe jemi besojmë në rrethana tashmë më të qeta, pavarësisht se skuadrat do vazhdojnë të angazhuara dhe të kenë rotacion gjatë gjithë natës, në mënyrë që banorët të qëndrojnë të qetë dhe pronat e tyre të mbrohen dhe jetë njerëzisht të mos i vendosen në rrezik. Për momentin shkaqet e saktësuara të zjarrit mbeten të panjohura, ndërsa pritet që nesër të bëhet një vlerësim më i plotë i dëmeve. Forcat zjarfikse do të qëndrojnë në gatishmëri gjatë gjithë natës, pasi rreziku i aktivizimit të flakëve nga era mbetet i lartë.